Zyrtari i vetëvendosjes Ekzon Azemi u dënua me 6 muaj burg, ndërsa zëdhënësi i partisë në pushtet doli i pafajshëm. Arvin Manxhuka lirohet nga akuza. Gjykata nuk gjeti elemente të veprës penale për cilin akuzohet apo elemente të ndonjë vepre tjetër penale. Ekzon Azemi shpallet fajtor. Të panderet Ekzon Azemi dënim burgimi në kozgjatje 6 muaj. Edhe dy të akuzuarit e tjerë, Qerim Elshani dhe Edi Zenelaj, u dënuan me nga 6 muaj burgim. Ata mund të ankohen lidhur me vendimin për çka pastaj vendos shkalla e dytë. Pavarësisht se nuk ishte në seancë kur u shqiptua dënimi, Ekzon Azemi reagoi në Facebook, ku akuzoi prokurorinë se është dorëzuar para kriminalëve. Zyrtarët dhe anëtarët e vetëvendosjes akuzoheshin nga prokuroria se kanë kanosur gjyqtarin Mentor Bajraktari dhe prokurorin Afrim Shefkiu, pasi ishte ndryshuar masa e paraburgimit ndaj Dejan Pantiqit. Për këtë çështje ishte deklaruar edhe kryeministri Albin Kurti në një konferencë për medje. Unë jam shumë kurrështor ta marr vesh se cili është ai prokuror që e bën këtë kërkesë e cili është ai gjyqtar i procedurës paraprake që aprovon.